Nga këto pamje të drejt për drejta të cilat vinë nga kryeqyteti është diaspora shqiptare dhe sigurisht po të shohim edhe në rrjetet sociale të ndryshme është me moton Adeu Tharret, diaspora përgjigjet. Janë protestuesit të cilët prej 20 ditësh tashmë kanë protestuar nëpër rrugët e kryeqytetit përpara kryeministrisë në atë që e cilësojnë si një nga lëvizjet më të bukura të ndodhura ndonjëherë në vendin tonë, por prëmjën e sotme në fakt, në orën 19 pritet të nisë protesta e 21 radhazi, dita 21 e protestës ku kërkohet ndërheqja e kryeministrit, është bërë thirrje që t'i bashkohet diaspora kësaj lëvizje dhe siç mund të shohim pra automjete të shumta vinë nga diaspora. Është kamera syri televizionit e cila po ndjek nga afër të gjithë lëvizjen dhe të mbërritjen e automjeteve të para të cilat vinë nga diaspora për t'u bashkuar protestës e 21 protestë e cila do të startojë në orën 19 dhe sigurisht do të vijojë me kërkesa të cilat tashmë janë bërë më së një herë, dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe thirrja që është bërë proverbiale tashmë Rama në burg në çdo marshim, në çdo qendrim, në çdo brohoritje që ka në këtë protestë. Avash janë. Avash janë se larg. Të gjithë të protest! Shqipëria të gjithë! Janë brenda kryeqytetit automjetet të cilat kanë ardhur nga diaspora, nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe sigurisht kur po të shohim edhe targat e automjeteve, dallojmë që janë targa të cilat vinë nga Zvicra, Italia, Gjermania, nga Anglia e kemi parë disa targa nga vende të ndryshme pra të Bashkimit Evropian. Diaspora shqiptare e cila i është përgjigjur pozitivisht të thirrjes së protestuesve për të marrë pjesë në këtë tubim të radhës, për të marrë pjesë në tubimin e 21, në protestën e 21 të radhazi, pasi çdo ditë qytetarë të shumë mblidhen fillimisht në sheshin Skënderbej për të nisur marsimin e tyre drejt kryeministrisë, ku mbajnë fjalime dhe sigurisht dëgjojnë edhe brohorima dhe thirrje të ndryshme nga jo vetëm nga bulevardi përpara kryeministrisë, por gjithashtu edhe gjatë marshimit. Më pas fjalimeve kemi parë, kemi ndjekur tashmë se protestuesit nisin marshimet e tyre në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Çdo natë ka një itinerar të ndryshëm dhe rrugë të ndryshme të cilat shkelen nga protestuesit, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve, qofshin ata të cilët vijojnë të qëndrojnë ende në kafene
por edhe atyre të cilët janë automjete bashkohuni me ne dhe sigurisht të thire nesër më shumë do të jemi ende më shumë qytetarë të cilët marrin pjesë në protestën e radhas. Emira shqiptarë të diasporës kanë bërritur në Tiranë për protestën e madhe kundër Edi Ramës. Me thirrje, Tirana jepet dorëheqjen qindra automjetëve të cilat po i shohim këto momente edhe në ekran, udhëtuan drejt Tiranës dhe sigurisht kanë hyrë në pikën kufitarit të Moriqanit mëngjesin e sotëm. Më pas ata kanë bërë një ndalesë në Lezhë dhe tashmë kanë bërritur në rrugët e kryeqytetit për të bashkuar asaj që do të cilësohet protesta më e madhe që është mbajtur ndonjëherë kundër një kryeministri në Shqipëri, ndërsa shqiptarët nga 4 anët e vendit dhe diaspora po i bashkohen protestës me një thirrje të vetme, largimin e kryeministrit Edi Rama. Ky i fundit në një monolog të gjatë para deputetëve të tij, sot i ka sulmuar dhe i ka cilësuar ata si algoritme, dembel dhe me etiketime të tjera. Sigurisht po të shohim edhe pamjet, një pjesë e autokolonës ndodhet në afërsi të stacionit të trenit, por një tjetër grup kanë bërritur tashmë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sigurisht për pak do të kemi edhe pamjet të grupit tjetër, pamjet të cilat do të mundsojnë sigurisht edhe kolegët tanë. Një pjesë e karvanit kanë bërritur tashmë pranë kryeministrisë, ndërsa një pjesë tjetër edhe nga pamjet të cilat i përcollën në syri televizion. Në këto momente e kanë kaluar pjesën e ish stacionit të trenit, ndërsa një pjesë tjetër kanë ndorritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në bulevardin përpara kryeministrisë. Muzika janë. Muzikë njerë. Do kemi mundësi për pak çaste sigurisht të sjellim edhe pamjet e 2 autokolonave të cilat kanë bërritur në Tiranë, një pjesë e tyre pasi një pjesë shumë e madhe automjetesh ende nuk kanë bërritur, janë rrugës për të mbërritur në kryeqytet për të marrë pjesë në atë që është cilësuar si protesta më e madhe e zhvilluar ndonjëherë kundër një kryeministri. Alo Jani. Po të cikoj. Hec jana? Hec. A ke hapësirë? Autokolona, automjetëve të mëdhitura nga diaspora. Janë pranë shesit Skënderbej një pjesë e tyre, ndërsa një pjesë autokolonës kanë bërritur tashmë edhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Do kemi mundësi në fakt që do kemi komunikime edhe me kolegët tanë përsa e përket mbërritjes së tyre